Përshëndetje shikues të nderuar të Telegrafit dhe podcastit Arena YE. Jemi në podcastin e radhës. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Me ne sot është një futbollist i kombëtarës së Kosovës, një futbollist që ka bërë shumë për këtë kombëtare, duke lënë fillimisht Norvegjinë. Mirë se vjen Valon Berisha. Faleminderit për ftesën, kam respektin, faleminderit shumë. Atëherë, para se me shku lavdë me pyetjet, ti falenderojmë edhe sponsorët tanë që janë KGM Kosova dhe Golden Eagle. Ti the pak për Valonin, po Valoni realisht është një legjendë e Kosovës. E ka lënë një kontore shumë të fortë kur u pranu Kosova dhe është për lojtarëve të mëdhtë parë që ka pranuar me arte, na? Sigurisht. Edhe pe atësh, domethënë, është pjesë e rritjes të Kosovës, domethënë pe pikës 0 deri sot ku jemi në Ligën B. Përmjanisht të Valon ju kallëzu shikuesve tonë ti je po djevës me prejardin nga lapi, se o ne. Po. Ku s'ka lap janë? Valla, sidomos në futboll lap janë gjithmonë. Po që është interesant i ke lind Suedi, po i rrit Norvegjia dhe futbollin e ke nis në Norvegji. Apo na kujton fillimet e tua me futbollin? Po fillimet, tash edhe pak kur je i vogël ama babit e ke gjithë e ke pas në qef, kështu falin topi koncani parë që ke kap edhe diçysh jam rrit me to, po e kum dorë shumë e di gjithë, atë pe që jam qenë i vogël edhe atje në Norvegji edhe çau kanë mirë, kanë qytet shumë i vogël Katon u kanë. Amo shumica e sanave që kanë ndonë që Katon u kanë shkolla e futbolli. E kjo koncani mirë, so kur e don plus edhe çaj është drejtimi që shumica pe luajn, këtë shokët e luajnë futbollin. Edhe normal tani më kanë ngrellë më shumë. Po që ato ja kum nis tani ka dalin jam shku në Viking, ama domethënë hapat e para kështu futbollin ku jam dashuru kanë në Egersund thirret ai qyteti ai thirret klubi. Okej, po para se me shku atë, po më intereson i lindur në Suedi edhe kur keni shku në Norvegji me jetu me familje. Malloj gati shumë shpejt që e di, domethënë unë veç jam lind, edhe Suedina tha, hajde se sini për këtë, vazhdoni anej, se kena pas larg se kufini, po tjetër non, edhe taj vllau u lindo në Norvegji, unë Drammen. Po, taj sukon shumë kohë gati, më duket dikon me 2 vjet tani kena kaluar në çat qytetin që thirret Egersund, edhe tani normalisht ato i na rrit. Nuk është shukon let, a u thënë si na kanë shumë pak azilant në atë kohë edhe domethënë si refugjat kanë kthyer këtë ndryshe, po në Norvegji edhe emnin se kanë pas shqiptar që kanë sot. Normal, edhe që më thon nashta që kanë aq pak, kanë kthyer këtë ndryshe, kanë një far diskriminimi, një far racizmi kogja në fillim, derisa sidomos për mua derisa të kombo emën në futboll u kam pak më je jashtë, e ke ndi që je jashtë, e ke ndi që si e tyne. Që ato që i jashtë, do këndo ashtë më konë 2 herë më i mirë, ose 3 herë më i mirë për me lujtë. Që për shembull mbien men, po atin s'di unë e kom ni, po edhe se kom ni se zoti ma ka jep futbollin, po edhe kom do shumë edhe gjithë jam konë diqysh gati më i mirë. Unë shkollë, këtë ja klasa më nalt, jam 2 vjet më nalt gjithmonë kishim qef më marr me vete se sidomos shumicën e lojëve që i luaj shumë i fitoj shumë, po edhe ka pas shumë ata që kur fitojshë i na kon shpesh luajshëm shqiptarët kundër norvegjezëve. Fitojshë kap çontat edhe graja dhe ne shtëpi se tu flukshin ja 20 vjet. U kon dyqysh një far s'po di unë jam kon një tip gjithë shumë i gjallë e se kom një shumë ama e kom pa të shumica të tjerë djashve që e kanë di në ekstrem, a u thon. Ku e kom pa ndryshimin u kon që kur të arrita me bë diçka në futboll dhe dola në gazeta sa në vene. Dojshin kretë mu bosh shok me ty ajo, a u thënë, ama për para s'kan doshta s'mu të full. Të shohishin me ty li farem, jadin që je shqiptari, je jashtë, sa në vene. E këso sa një kini, ama qështu në pej, nashta dhe që jam ka shtime pas i nati shumë të madhë, veç mi nati këmlu, veç mi nati gjithë si i vogël, veç mi fitu me kalzu kur shumë i mire. Ama që kjo që e tha po, gjithmonë bobin pa tonë edhe kom një, ja mu konë 2 fesh ma i mirë, ja ka paluën stëll. Është kjo, nësi të një shtetë po gjetë. Po që ata thamë për shumë... shumë... Ata të më konë 2-3 herë ma të fort për me lujtë para vendosit. E që ata qysh për thu ti, për shumë këto thujnë për shumë u rrit jashtë ka pas malet. A këto ti konkuron veç me, që më thënë njëtë... Po shqiptar. A vëton, shqiptar me shqiptar. Këto veç dush me kalzua je ma i mira, je ma i kesh. A vëton edhe ecë. A ti jo kon ke ndryshe. E që ata nuk është qysh për menojnë këta që është aq let. Po, kur e dëni sen, unë e shoh edhe këto, për shumë shumica, kesh i këqyra dhe U15-qa, më duket ata bile edhe ishin shumë të mirë të Prishtinës një klub, edhe thesha,
15 vjet kur I kom pas unë, e shkova faktikisht se më ftoi një babë një djalë që luaj, por më ja kthyer pak djalin edhe më ja pak do këshilla çapo më marrmendja edhe taj kur e paramenoj isha ata 15 kur kom pas 15 vjet kom luan ekipën A në Rëgjë, kom luan në Egerson kon liga e tretë, ama kom luaj dom kon startues edhe lojtar kyç, apo 15 vjet me burra, apo dhe isha po adin. E kur ti kallzoi ka thek ja, adin se s'u ke me paramenu që me 15 vjet i kom lume. 22 vjet je haloj I ri. Apo po. Nuk djegin. Edhe çata thash po unë kom punu shumë, se për shembull njëri mund me thonë që po unë shkollën e kom pas primare se familja u kon shumë koncentruar që na me përfundu mirë në shkollë me nota të mira, po kohën tjetër veç në fush. Tu ushtru me 15 vjeçar, ta ushtrusha me junior, ushtrusha me ekipën non-stop veç në fush. E kom do shumë. Çish ndodhi transferimi te Vikingi? Te Vikingi më të kallzu drejt ata e kam pas synin te unë peçi kom pas 13 vjet. 13 vjet kena luan kundër tyne. Ata janë kon gjenerata jam u kon më e mira në Norvegjin çat kohë, këta 13 vjeçar. Edhe kush ka qenë në për turnira shumicën ne fitojnë. Ne kanë lu kundër neve ekipi jam ku jam rrit nuk kena kon të këqij, por na është edhe shkoku që unë vëllai jam shumë të mirë na kon edhe gati s'ka pas lojë që s'kena fitu kur patëm lu kundër tyne. A dembe do ishte me kallzu veten sa më shumë, edhe unë kom pasi natin në ekstrem, me bë me humni loj kajsha si të mia. Edhe ato e disha që këta e kanë një emën e sa në vend, ku më ditë kush është ato, a kupton? Edhe e hopëm që atë lojnë 5-3, po unë I lejtari lojës, vllau jepi 2 gola, unë 1 gol dhe mas loje më po ai trenieri të kojt, edhe pse po konta. Tash normal se s'kam qef me adin me hu. Tha po më prek shumë se tha lejtari I lojës I kon, edhe çdo lejtar temën I kisha ndru me ty që tasht. Tha çast që më pëlqen. E ai masanej, që trener u bë treneri I ekipës A, tani u bë si sports direktor edhe I paton ton kuën, merrni që don. Po kom pas tjera oferta, po kur e menoj paketën që e kom marr pi tyne si me shkollë, se kom pas shkollën inklusive me futboll, që më kanë pas kom mos leje me shku pej shkollës për me shku në ushtrime sa në mene, më kom vënoj ke ma shumë të edhe më kom vënoj ke shumë se kudo që më shku kom lyp me marr edhe vllahun. Kom thonë ja dyt ja hiç. Edhe kena marr ofertën shumë të mirë edhe u kon për mu a di normal një super hap, po nashta edhe hapi duan se t'isha shkuar në këto klubet si në Angli kur kom pas ofertë për Aston Villas ose kom pas edhe ofertë për Manchester City. Jam kon shumë I ri, njeri nuk e din çysh kish kaluar për akademia. Aty më shku drejt në ekipën A. Drejt në ekipën A. Do të thonë ki pas mundësi me shku në Angli, I përmend 2 ekipe Aston Villa, Manchester City në grup mosha. Po, njënën e kom pas në grup mosha të Manchester City u kon me U16, U17, e me këta tjerë më kon direkt në ekipën e dytë. Faktikisht shumë patalu mirë kur kesh në Aston Villa, edhe vllau u kon. Ata më ofruan vërtet një kontratë shumë të mirë, po kur e pash që nuk janë çast interesuar për me marr vllaun, më ka ftof shumë, po edhe aja më ka ftof më shumë të që kisha me jetu me një familje foster family thirrë në Angli që trune sa në vene. Edhe shumë I ri, 15 vjet. Nuk e paramenojsha veten me u më shpërngul pej familjes, pej prindve, pej vllau. Çu shkon me lumë vllaun, çfarë emocioni? Po emocion I mall, se po nashta se kom di atë emocion deri kur ti më rrit pak më shumë se I na mësu gjithë me lu bash. Ku ti më shku e kom marr me veti, edhe gjithë kur kena startu baba na ka shtit adin edhe trajnerat e kanë pas ja 2 ja hiç e kanë pas se obligim për më na marr. E tani na kanë testu kanë thonë ja normal shkon ashtu pa hajt po kthyrëm çapo ditë. E ku kanë po që po luajnë 2 shumë mirë, po me herë. Me herë po. E u konë knasi, po kurse ku menu se mbien men edhe babi më paton mas një kohë, tha ti, adin si, konë si I dal për vllon ton. A kurse ke menu, kur kena lu bashkë, më këshyra I mu se, adin valën berisha kështu, tani janë nisha pak ma shumë, adin edhe me të gjithë qysh po silë, ma qa po dojë se kisha qef që më kon pak edhe shembull për vllon. U kon normal një knatësi, po kon knatësia e madhe u kon kur kena adin kur ka pas edhe ky debutim me ekipën A. Ato e kon po që adin ekipa A, liga më e madhe në Norvegji, dytë një ekip, u përmendshëm si Vllaznia Berisha u kon knatësi edhe për neve, po edhe për prind normal, për familjen, shumë një farë kranarie. Në vitin 2000 kalojmë pak Vikingun dhe futbollin norvegjez. Vjen transferimi te Salzburgu, një klub I madh që sot është respektohet jashtëzakonisht shumë për shkollë, sidomos më prej më të forta në Evropë është. Salzburgi pagoi 2.8 milion euro për transferimin tënd. Po. Në atë kohë kon ka shumë më. Atë kohë si më kon 15. Po, çfarë? Kur pikëqyr cilëtetin e lejtarëve ditë sotit, lejtarë të ria,
po tham wow. Amo o konë edhe shumë ashtir. Une e shë dhe veç tash se tash shumicën e ekipëve kudo që shkon ki gati 70% ki 3, 30% ki që tash për shkakun që janë pak më mosh, kanë eksperiencë. Po. Se tash edhe futbolli bë shumë biznes. Don bleje Paguajnë për potencialin, po për talent. Paguajnë, paguajnë potencial jo. E na kon e ka kthyer veç, a mundesh me hi edhe a mund me ble lejtor. Po. Kjo që për ekip, për ekipin, po. O kon këtë më ndryshe. Apo normal për ata u kon rekord transfer në atë kohë, për shembull, për mua u kon në far kënaqësi normal edhe për prind se puna ka fol gjithë, unë gjithë kom tonë që kam flasin, unë nashta edhe jam tip që adin ku më di shkoj folje sa në vene, po për mu gjithë kam të kanë fol, s'kam nevojë adin me thonë unë, ja, adin, sa në doken në fush. Që shu binde prej asaj oferte, dhe sigurisht ki pas edhe oferta tjera në atë kohë, po, se ki pas pini sezonit jashtëzakonshëm me Vikingun. Po edhe në atë kohë, tashti njerëz kanë arru, po jam kom gati prej kur jam kon çato 18-19 vjet, jam kon pe talenta u. Ka xhama, do top 20 top 30 në Evropë. Edhe në Evropë, po edhe tani kur merr oferta, nashta më shumë të që e di, ata më kanë do shumë. Kur kesh atje ata më ftun atje, edhe mënyrën që shumë ftun, baba ke ato, I këshir shumë këtë senet, edhe nashta edhe e kom po tërësishme se që ato ja japi dorën edhe babit më ka këshillu se me shku një ekip shumë të madh, për shkak kam pasë oferta pe Gjermanisë, ekipe më të mëdha sa në vend, po ku mundesh me shku direkt edhe me pas influencë me lu. Po, se futbolli ti veç mundesh me zhvillu si të lun. Unë e tham edhe këtë litor kur s'luajn për shkak të shko diku për çeki knacin, që mundesh me zhvillu veten, edhe tani nashta je gati për me bëni hap manal. Dil një më poshtë për me shku në 2 nashta manal. E që tu japi dorën se edhe po normal edhe kushtet mi po atje tani normal që të ngrejki se kitë sanat ishin adin tjetër nivel edhe tani që ato normal edhe oferta që ma ka njep si 15 vjeqar jo si 19 vjeqar me ato kushte kur të menoj qa kom pos në Norvegji që shukon atje normal që edhe aja financiare se e shetë arsyeshme se unë gjithmonë najnë arrit me pos shumë pak si refugjat është ko gjashti dhe kur të ki edin që ki për shkak një kontratë ki mundësi jo veç prind, vllahun, motrën sa në vend, po edhe familjen në Kosovë. Minimu është që o do fshë pak me këshir sanat, po normal na gjithmonë babi çato ja japi dorën që gjithmonë e ka këshir veç atin futbollin, jo parja, se parja vjen si ki rezultat ashtu kështu ma vonë. Sigurisht. Çata, po, ama çaja u kanë ashta më shumë ti që mënyrën që ka prezantu do më thonë projektin e tyre, që ajo më ka interesu shumë. Atë kohë Që shukon Red Bull Ragnik. Po Ralf Ragnik, ajo konë që më ka. Aja ka themelu, krejtë ka bo, këtë sistemi që është sot është merit e tina dhe sot është global, do më thonë gjithë koniki ata në gjithë vend edhe veç po pizgjerojnë klubet edhe pimledhin talentat më të mëdha, ale. Që shemon men që atë kohën në Salzburg fillimin. Po fillimi o konë interesant, pa ta dhez me herë, se kom pri që ka me shku që ashtë se gjithmonë kur ndronë venin, nuk e tisha gjuhë në fillim. Amo shqyqyrë jam shumë I mirë ka gjuhë të kom su shpejt, amo në fillim o kom pak shtire edhe senin I parë që më dole që u smuva. Direkt, gati një 2 javë I më konë jashtë, e po tani grip shumë të kesh. Karan që e këndru venin. S'po di, ati ke edhe ke shumë zet atje Norvegji shumë edhe loja e parë kur u ktheva, s'pa ta ushtrua dhe shumë edhe treneri tha po dua din më të startu. Edhe unë atë normal pak, u konë një farë kështu, ju konë majri, e kom një pak një farë në universiteti, ma shumë dash, e di që atë ka me bo në fushë edhe nuk e menaj që. Edhe u konë loja e parë, edhe më do këtë lujta dikon 70 minuta maksimum, ke edhe 5 munjes nuk mujta mo, po që ato minuta që lujta 3 asiste I bona, bashkë për atë shokun tem që edhe na I nashkut njëtin koni për në Vegjezi, Havar Nilsen, a I edha 3 atë hat-trick, edhe unë drum, edhe tani, edhe më do këtë metëm 3-3 më do këtë. Edhe këtë lejtor pëse dula, din ki shumë këtë lash ko se di jona atë qampjen masane, dhe më tash edhe s'mojsha ma shumë se vetë sa isha këtë. Do më thonë fillimi konë shumë I mirë, qatë vit edhe arriva më bo me sushur I ligës, do më thonë edhe keshun ekipin e vitit, normal o konë një farë, adin një hapi mirë, po o konë dyqysh se kom pri që ka më shku aq mirë, më të ka du drejt. Tash ka kalu një ko, po për Salzburgi nuk je pishmon, po cëllat ekipe je refuzohe. Po, kjo pini viti tja zakon shumë atë. Po, normal. Edhe shumë ki pas oferta. Po, amo edhe ato për shamo shumicën që kina pas jën kon për Gjermanisë, edhe jën kon si unë një nivel me këta, po edhe nuk I ki pas që me thonë mundësin më konë ashta qaq këq. Për shamo këta, që ata edhe si na hi dhe qaq shumë për shamo me negociatët sa në vene, se kur
kur e pajsha çfarë mënyre ky Rangnick Theke që për shembull kimi ardh, kimi kon çit sen po dojna pite, që ashtu po të shohim në ekip sa në vene, plus edhe e dishin që Leipzig është ka rritet, ai gjithmonë e ka pas. Çdo vete ka lekë kanë ligë. Edhe ki pas dyshysh një kombinim shumë të mirë atë edhe tani edhe nuk është që adin kina fol shumë me ekipe se këta janë shumë herët. Shumë herët. Ama ka pas në Gjermani ka pas ekipe u kon Hoffenheim, u kon Ungar, më duket edhe Wolfsburg u kon Ungar. Zdim nashta u kon Hanoverin qatë ku më duket u kon ata u kon në Bundesliga se kom pas edhe një Norvegjez ato ai sulmus u kon Moa Abdelawi, zdia i vjen mend ai kon edhe sulmus për Norvegjin. E unë në qatë ku im kon me 18 vete pa ta bë debutimin për Norvegjin, e kom njoft pak, ku mujt me marr pak informata, po që thash çaq interesant u kon projekti i Red Bull që nuk kena fol shumë me tjera klube. Qitë ko mas një viti mas shkon Salzburg, bjen mi lu për Norvegjin 2 ndeshje kundër Shqipnisë. A i mon men. Unë bjen men valla mirë, se na pa t'jep gol ati Norvegji. Kënej një par mënyrë u gëzësha, kënej të isha kavre. Edhe u kon ndeshje shumë vetë në Shumë vetë në edhe u kon zjartë se ka pas shumë tifaz. Shumë tifaz, shqiptar, shumë Norvegji. Shumë ka pas, plus edhe tu nëzej kër i nisha, dë din se e lushe për Norvegjisë. Që i ke njohë të të sho, dë kënej, pëse peshoni kjo është i jonë. Ama u kon lojë interesante, edhe normal edhe ajo në Shqipni u kon, se u kon era po që im shku atje, edhe u kon lojë shumë e fort, edhe normal tifaz shqiptar njën për atmosferën. U kon diçka pak ma një farfili ma ndryshe. Speciale për të, sigurisht. E kom di shumë, kështu që adhe në gjithë e kom dashtu në shumë Kosovën, e kom një shumë atë farë prezencën e që okej, po lunë këndër shqiptarëve, po zdi, nashta dhe Zoti e ka dashtë qështu se si vëgël, kur më vetë këtë dikush, adin për Kosovën, të isha, nashta bën Kosova, na herë komptare, mora, adin ku me dit, nashta luj për ta, adin gjithë e kom pasi unë kry, e u realizu, adin si një andër më konë, u realizu kur i bon ata i da vjetë. Asë që ku minu 2 herë, kër u ardhë puna për me lu. Po, në 2016 një mësu, tha, gjithkon me vetonin bashkë, në 2016 u kompletove kur erdhë vetonin kombëtarët Norvegjisë. Pak para se me ikte. Që kjo u kon krejt edhe që atë besej që se flasëm shpesh me vëllam për këtë punë. Ai që atëherë u dheza, u tënë. Edhe ata e morën edhe direkt edhe një gol kundër Belgjikës. Edhe fargolli. Edhe u dhez shumë plus edhe najna, që me thonë, jena rritë Norvegji edhe kjo ma shumë diqysh edhe shoshnin kejt në goti Norvegjez dhe sa në vene edhe e kom di që ka më kon pak e vështirë se edhe vetë faktikisht nuk ashtë njerëz nuk e menojnë ashtu, po kur lunë për një kombëtare, është ka gjë një farklenarie. Unë për kodit drejtë, unë kur e kum adin kur kum vesh fanellën e Norvegjisë, me menu që më rrit atë e sa në vene, më kanë përkrosh shumë, normal që unë e kum bë punën, amo edhe kur të një që hymin e ki pas një krenari, se a kupton për reprezentant që dikush s'munet me pas, a kupton. Edhe nuk u kon vendimi let, e kom di që për shembull çathojnë për shembull na 2 mark, ne çathojnë marr 2 me najta. Ne unë gjithë e kom pas aton për veti për të kallëzuar si ëndër, e tani normal kur vendosi vllau me najt për Norvegjin, o kom pak kështu e vështirë, po e kom di që është një vendim që ti dosh me marr vetëm, më vallë të jam që mos ta imponoj unë, as ti mos ma imponoj. E ndjen për shembull që po ta marr mendja për këtë, dosh me bë për këtë. Edhe kënej Iran është mirë si që tash pi jap diçka, pi jap një far falënderimin Norvegjisë për edhe adin që kena kona tu hapat të parë futbol e sa në vene, edhe respektin që na kanë bot gjithë, po të ka drejt edhe në komptare, edhe kënej po ki qep me një muni shtet që po formohet, o konë nashtë edhe një vendim shumë i mirë, kënej këtham, kësha pas qep shumë me lu bashkë me to këtë se di farë solmusi është, garant edhe tu kish pas shumë suksese, po qashtu u morë vendim edhe jena krejt okej me qëtë vendim. Për mene pare nuk të ka vytë shumë me menu. Apo kthehemi me kujtu që atë kohë kur u pranu Kosova dhe pejt parëve pranove me ardhë. Po, Alberti u pat mënu ko gjeni kohë. Po, Albert Bunjako, se i kanë njoft drejtarë skandinaviki. Po, shumë, se edhe aji vetë në Suedi shumë u kone. Aji u pat mënu heret, po, kur ti si i pranum, është shumë shtirë mi thonë, po, një sene që ti nuk përdin abat, asbat. E unë e lujqa në atë kohë me Norvegjin. Se aji heret ja ka njësë, më mirë me neve edhe, ka më ka thirë shpesh, më ka kontaktu shpesh edhe prind për shumë ardhë atje ka folë me babën teme, se në vene, që ato ja e bidorën që u mënu krejt që ka pa potencial që mujnë me lu për Kosovën, ka pas qef mi pru me lu për Kosovën. Prej fillimit, hala para pranimit. Vendimi kur tani kur henëm na veç e morëm antarësimin,
adin e kom di që kam me marrë vendim, e kom di direkt, a kupton, edhe kur më ka thirrë sa në vend, s'kom hezitu shumë edhe ai se ka prit që njëri kam i thon, po e njëri ju, ai ka prit ja 2 thojnë për nervozin, por ina ja 2 për vina për Po se këtë. u mësu domethënë jo gjithë bashkë. Çata edhe pak nej më bjen mend u pa çudit, knej tha adin halal Jekov se po kallzoni diçka të mirë, adin rrit atje sa në vend, çato për shembull, adin edhe unë kom thon gjithë, Alberti ja hapi dorën se u kanë shtir për ton fillim. Po, shumë. 5-0. Ke kanë prit shumë sene, ti ke luku ndër super ekipe. Edhe nuk është që s'ka punu mirë, po u kanë shtir me pas rezultate. Trajnerat për shka njën veç për rezultate. Vjen ndeshja e parë në Finland, një stadium plot shqiptar, një barazim historik. Ndeshje zyrtare, edhe golli historik. Është golli i parë Kosovës zyrtar, kështu lojë me pikë. U dute me marr përgjegjësinë për penalli. Edhe kom pas në ekstreme më. Vallai kur tek shiri unë kam ardhur ku ka guzum im shuqja atje. Goja parë. A keni diçysh as nuk e çish po thotë njëri tek Masanej kur kanë thonë njerëz adini e bë historik. Ke thonë adin amon fush kursa. Se ke menduar se me menua sen hiç. Veç e di që kom pas me marr topin me jap gollën se kom. A jeni saktuar prej Albertit si trajner? Vallai as me dije as kush ti na kon. Edhe sekondi qysh kur smur, adin e kishë shumë ti kur smur jo gjym unë pa ta çef, edhe kur sta kur gjë tash okay, adin. Edhe amo date që më thomasi po folëm për çat lojën date se unë kom marr si lejtori i fundit e mora Leja, i kam prit Leja 2 orë para lojës. Çashtu kon, shumë e morën një 4 orë përpara edhe kur e poshtë s'po më vjen. Shumë më dëshpëru se edhe thash, erdha këto nejta, 10 dita so nejtëm 2 javë tu ushtru se në vena s'po mund me lu. E thani kur erdhëm në fund, nashta edhe çaja euforia ma ka jep një farë kështu vlezme edhe pse se s'kena na për shembull kong me tekst, shua e farë hymni apet një farë zdi një farë strujën trup diqysh. Edhe u koni krenari shumë më, u koni vërtet një ndjenë që shumë pak herë më kanë do me marrë ato para si janis loja, u këtan. Tu e di që për reprezentan jo veç adin prej ardhin, po familjen, rrethin njerëz që të njohin, u konë këtë diçka e modë. E normal tani me jep gollë nuk konë edhe ma more tek Masanej, mas lojë, se unë luj për me fitu, kur s'me nëjnë adre. Gjena se këna fitu vilesat. Emri jo, do më thonë, ka me met një histori gjithë për golli që kjo është ta një poshtë dhe ma thej që njerëz dhe nuk e realizoj që tek ma vonë se isha puni me, okej, u konë një po, që pas në bo. Po. U konë, knasi kur e menaj që shumë rritë, sene që kim kalu një jetë edhe me mujtë me pos këtë sene historika, është diçka që ka mot mjetën kuën, adin të njëtën. Ja dhe qaj golle bjen qatë barazime, na veç me qatë barazime kryna grupin, se këna pos grupin shumë qëtirë, Turqia, Kroacinë këna pos. Kroacia, Turqia, Islanda, Ukraina, shumë grupi shtirë, se ja këna edhe me 6 ekipe, do më thonë. Fiks. Shumë shtirë, edhe këna njës 0 se na kom vazët fundi. Kur e menojna rezultatet, me shqy rezultatet kena pas shumë loj ku vërtet kena lu mirë. Po rezultatet se kohë. Mera me men Kroacia ana mujti 4-0. Ai bjen men, po mirë kena lu këtë pjesën e parë. Në pjesën e parë farrosi kena pas, me shfrytzu ku me ditë ishte kon të fitua, ama vedati sukon edhe atë sukon vedati killer. Po çfarë? Jo kon i ri shumë. Fiks. Këtë ekip auri. Këtë kishë dhon vedati. Po, e kur e menaj një me u kon. Ama u kon interesant se ti qysh si kena pos qash kushte, si kena pos da sene, po e kena pos knacimin një tjetërin, kështu me nejt, me ushtru, me prezentu, di qysh Kosovën, e kena di që është diçka e modhe, po kur të rishëm me një tjetërin, di qysh u koni farë knaci, se kena një qash, por normal që rezultatet negative të brejnë. Si dhe mos i të ri, kur të e njësë, është të ka gjashti. Momentit që edhe ndeshët nuk u zhvilloshin në Kosovë, një farë. Edhe Stërviti që ka një këta me autobus, o shkatje. Mitrovicës shkëshin shkollë. Si janë lakur ma Stërviti. Vallaj, në hotel më atje, po edhe kur të ulojshe, atje e parë zhveshtore. Hajtë po presën dhe i zatë këthejo. Do me thonë vjen prej Austrisë, edhe kur i hinë zhveshtore, të merë. Red Bulli 15 fusha. Këtë jetër bot, amo kur se kom menua atë sen, do me thonë, kur e kom si vendim, kur edhe kom morë, kur as nuk kom menu diçka financiar, as kur edhe kom di që ka më konë qështu, nashto se kom menu që ka më konë bashkë ashtu në fillim,
ama e kom di që kam kon këtë tjetër botë për çka që mësu se që pjesë na për shkak mas pori shumë lart. është shtet shumë i pasur. I kanë senet është. Austria njëjtë për shembull e kom di që këtu kam kon më ndrysh. Ama apet i Kosova ka atë farë jeshinë e vetës, se ndron njëri. Nuk ka si vendindja, po jo, shko kudo. Fix. Ndeshjen tash para se me hi e folëm ti ke bërë shumë ndeshje të mira, po njerëz timojnë me golla ato dhe asista. E ndeshja më e mirë këtë thonë që është kundër Anglisë, ato 2 golla shumë të bukura dhe një lojë e bëjnë një lojë fenomenale, domethënë 5-3 hupën, po me lujt me Anglinë kry për kry që ashtu një shtet shumë i vogël si na, domethënë nuk kanë çuditshme për shumë njerëz. Fix, se kanë prit kur ata se kanë prit, po edhe ata garante kanë një farë mënyre e pajshë mënyrën që luajnë futbollin e kishin atë konfidencën që kanë me fitu luajnë. Ama që kam ju dal çast shtir që ka dal, nashta se kanë prit. Ja atë e ndishet të tasë normal, ata e çdo lejtor luaj, është lejtor 100 milionë. Ata në këtë luajnë në për ekipe shumë të forta. Ama ne më kena lu, çata më pëlqen më shumë të shumicën në lojëve që i luajnë me Kosovën. E kena pas edhe nashta një 3 mas Holandës një 3 vjet ku su konë që shu dof në ashta i në konda sene, po gjithë kur s'kina lu me tut, adin di që s'kina lu për me fitu, edhe që kina hub na i na dalë për me fitu, kina shku, adin kina qitë gjyksin për para dhe i na mënu me gjdo kusht me fitu. Atje në Angli, normal që nisja kur u bo që ashtu është shpejt, më thaj që po adin po mujmë, pa në kështë që po ndodhë. Amo, normal që e kina di që e luj është 90-95 minuta, ka më kom shtira, amo, më të kaldu drejt edhe në pjesën e dytë kena lu fenomenal. Tu jep këqaj rasti personit kur hije ka bërë aksionin 5-4 shumë sene kanë mund të ndryshu. E çata thon futbolli është këtë momente, është vetëm situatën mund të ndryshu sene. Ki pas mundsinë me bë hat-trick anglisë. A ja bën halal vedat që sala penale. Ja bëj halal, po të kallosh drejt. Në moment kur kanë doll, do isha më koll mrena. E s'më isha me kuptu që s'pe kuptojnë lejtor tjerë që kjo është sen që adino da hat-trick edhe ja bëjsha në internet ai ka dhënë dikush hat-trick anglis për një mes unë gjejsha Beslatoni do më dhoni isha hinë qatë listë ama s'është për ata se unë e luj futbolin që ashtu që s'u më intereson kush e jep gol unë e kam qef me bot diferencë që ekipa jam me fitu qasë tip lejtoria amo kur e paramenojsha edhe e pajsha që ata edhe tjerë lejtorë leje me më shëtu dhe isha jo, a i një mira, jo, më më një gore, të është hat-trick më muj me jemë, më një gore. E kënej kur e menaj se krejtë ishën leja vedoti se a i 2 asistet mi bonë, a i të kuptu, edhe e nëzirë e pjonallë. Kënej e koptej, amo edhe a i edhe e di edhe di edhe ai që mas loje tani pa të më thonë se i pa të thonë, se unë jam që si ti për në të thëmë direkt, qatë e kam e ty, unë nuk shkoj me folë për ty, mas holgo zë, në i tharë, vajtat, që tu e ki bo një farë mënyra, vajtan, e ki bo lu, adin, ta bëj halal, ama ti e dush me ditë veç që ki sen, së është që bo, plus edhe na jem shugim, bash lejtore, se në vene, edhe ai ma boni direkt, ma jepi dorën, tha mire ki, adin, ai është moment. Edhe jeni kon shok ma të ngusht. Edhe jem, a jem një grup që vërtet shumë mire kalojnë me tjetërin, mas lojve kur shumë që njoni ka pas sukses, gjithmonë i shkrujnë asa në vene, kjo është sen shumë i mirë. Po në atë moment edhe e kuptoj se vërtet u konë edhe tu i ka pak majet edhe nashta edhe u konë i loj që ka mujt me bone transfer ku me di që se kalu mirë në atë loj edhe për që ata gjithmonë ja bëj hallë, jam një tip kurs më i natë me kërkan, se çdo sen që ti bën për shembull në jetë, ja bën vetës në fundit si e largon dikon ti vetë bën. Nuk është që për shembull do të më ditë njëri mi menaxhuat ose ama kur edhe kena fol për këtë moment edhe kurs as kena idhnem jena tamam një si para çasaj loje si ti tash na ke shok edhe normal që unë më gëzu që ka jepat gol se vërtet e ka pas një lojë shumë të mirë, 2 asist më japi, po kur e menoj edhe ai garante ka thonë po pse e bona këtë sen, po ai sana që kalon. Çato eliminatorë lujna mirë edhe i përfundojmë nalt. Fix. Që ato që shkojmë play-off, a që? Ato do më thonë kena filtru me kualifikimin. Po, 1-0 na konë të fitu në Çeki. Çeki, do më thonë 1-0 na konë të fitu, po. S'moj të më mbrojt mirë dhe i ka fundi, se ata veç në standarde na... Standarde dhe aktive që ashtu lujna letë. Edhe fix. Edhe s'kem komplet na. Jo. Kem lëndum. Merë me men, kur i kena pas lojt vendimtore, kursin a konë komplet. Maqedoninë si konë komplet, edhe qatë loj si konë komplet. A shpengu maj malë që a loja me Maqedoninë? Pengu malë me Kosovën. Kërë me nën mundësia që u konë, edhe sa kemë rri me mu konë që atë, po, se vërtit qatë periudin a konë shumë mirë. Adin edhe jena konë si ekip,
edhe me treneri, çdo sen ka funksionuar, rezultate shumë pozitive. Këtë e ki ndim shtetin për këtë shqiptarëve, jo veç në Kosovë, po kudo që janë që kanë pasur me po Kosovën, në normal që po të kallzoj drejt Covid edhe na ka myt pak. Po. Adin edhe që ato janë nisëm na pak edhe me mortaj të pojzë. Shkoj sa Shalandes, janë nisëm që ato vite me Gires, masane edhe me Slovenin, po që tashti pesha që vërtet jo që i na stabilizu, po u hini frymëzim shumë i mirë në ekip, pe i lojës me Rumaninë që patë më në shpeq edhe një farë mënyre që ato si a bëj halal shqiptorëve edhe për shembull media edhe njerëzve sa në vene do lejtarë do me thonë që kanë luqë sa për Kosovën, për një lojë, qasi të shome, qasi sene, me bo, në stadion. Jemi qasi popullë që i harrojnë krejta. Edhe analista që bojnë tuje ti ku me di që ka po dine, eksperta, sene vene, që gjysa ty në s'kan lu as në përmoje që lujna na, goti kejt ekipa, këtë një mëdhe që farë ekipe këna mrina me lu, këtu ti një analist e ki që ka lu qaq nivel që me thonë, adin, mja bo halat që po flet, edhe me full sene edhe me thonë ty li far sene, taj masanej kër lun me Qiprën i mun, qa ndodhe, ja butan. Tani taj po folin mirë për ty se në vend. Dhe i djes po të nevoj për neve, tash ti po keni nevoj, jo, ka kanë halo që ata trima që ata të fortit. Ashtu zban. Që atë loje kena, unë që atë loje ku morë si shambo për këtë ekimi, a përsheni qka është për shambo, veç rezultati, do më thonë, na do të me këshu që veç na si ekip, formuam, na jena bashkë, na se lojna kërkon me hi këtu, me bodi shka për shambo, do më thonë, këtë atmosferë që kena na në ekip, bashkë me stafin, se stafi edhe i ka bodi, do me e në treneri, dhe ka kriju një rreth mirë, i ka morë, të asistentat mirë, tash edhe krytësimi atë dhejot, që u ka me neve na një, po din mirë me managju, me jep një frymëzim me pa veç për shembull fjalimin që ka mojt mas ajo loje e kallzon se e don venin e vet, ama edhe na diçysh nashta edhe e kum po të lejtar të krejt që e dim që po vjen fundi për neve, me shfrytzu maksimumin, me jalon Kosovës nashta kur do zoti kualifikon për botror, a dhe është e mundshme, pse jo? Edhe e din që je kon pikës të parë deri në pikën e fundit dhe ki bën një sen historik edhe më të madh, edhe ja lënd një tallë me shumë të mirë gjenerata të treja. Edhe që ata nashta unë e pesh edhe vet, po kam në ekstrem qef. Që ata edhe pi epizod me mojt vetën fit, me pas përfaqësime edhe mira në klub, për më kon sa më fit kur vjen këtu edhe me adin me mujt me lu sa më mirë. Me kna përmend që atë lojën me Rumaninë që bëm 3-0 deri na japin gol na lyna shumë mirë. Edhe kena pasit probleme si morëm gol ose si t'japëm gol, pak ekipi ndryshon karakterin. Edhe kur të morëm bina, edhe kur të japëm vështirohemi pak. Peç asoj loje tani, ja nis një mentalitet këtë tjetër. Edhe loja e dytë me Rumaninë kallzon sa mirë jena na. Domethënë Rumaninë në musafir ata lejtarët më të ishin wow. Po, domethënë shihet diferenca që u bë ndeshjes ndë. Domethënë veç golla bre kam hubu, veç golla se çaq, domethënë si kilon me bukur dominim ekstrem. Edhe ata, domethënë ekip që është bashkë që niku, kanë luajë evropian, para shumë mirë evropian. Edhe apo tani kallxum kredëve që na kupton çfarë është e mira me neve që për shembull e kem një far potenciali që tu nalt. E na një 3 vjet kena vërtet kena luqë tu. Edhe kena ka pas shumë sene, nashta edhe na lejtar, treneri, sene ka pas shumë sene që kanë mujt me shme thonë me ndiku unë performanca tona. Po mas shumë të në fundit lejtar do të me bo. Edhe unë këmë thonë na, që ta tash mas ose loje krejti këmë bo barë, na. Kur kështë tjetër, veç na. Na do të me rrit nivelin në ushtrime. Na do të me rrit nivelin e komunikimit, me shtyjnë një tjetër me bo performansën në ushtrime që mu konë gati për loj. Na do të me shtyjnë çdo një tjetër me qitë maksimumin e vetë vetës. Kur të japën na maksimumin, lujnë për një tjetërin me, që me thonë cilësi që i kemë si lejtar, na kena mundësi shumë. Edhe kena kallxu edhe qëtar, se Islanda është... kjo se ti me Islandën njerë dhe i lëndun pak edhe lujte. Gjithmonë edhe sa herë shumë herë, nashta në klub... Tut vetë kesh, sa herë e ardhë... Pasha zoti kërëm konë, një vjet kom pasu ledime të mërshmë në Lazio, edhe njeri bashkë kërë kom pasu në momentin më konë bum, mu më ka ndohë shemë, edhe në që së më ka ndohë këtë karierën që ato këtë një vjet. A këtu, a muskull, a shpin, a sene vene kom pasu sene të mërshme, që mi kallxu dikojna kur ti ka thonë Müller Wortfart, merr me Müller Wortfart kush është fart doktori i Bajenit, ja ka bëu atina që ka u merr me mua në Austri, ka thonë ky s'ka gjoza më kthy më në fushë të futbollit. Apo thon çaq keq që mos vendime. Kur i marr me Kosovën 80% po kumulu me 100%. Apo thon e kom marrë një zgjatje nashta ato mas 50-s po kum vazhdu derisa apo thon se e du Kosovën, e du vendin tonë. Po çata i kum thonë edhe lejtarëve. Kur e merr vendim, dush me marr vendim se po ta brez zemra, ashtu po don me lu për vendin tonë.
Falan, përmene që ti Vedati, Amiri, tash i keni kalu Miloti. 30-at edhe po shkoni drejt perëndimit karrierës me kombëtare. Sa i kënaqur me lojtarët e ri që po afrohen edhe në mosh, po edhe të ri prej Po jo, a ka të ardhë me kombëtarja. Ka çikis është sa Mu zavendësu që kjo gjenerata e artë, se për neve gjenerata artë është. Fiks, çashtu është 100% edhe nashta na që thash edhe më përpara na pendjena që to që a din është ka fundi edhe po kena qef me qit maksimumin, po edhe kënej pedina që është një mix i mirë që tash. Është një mix i mirë pe trive. Tani e keni mos si e doni për shembull 25 apo kupton 24 që janë për shembull Elvisi bravo. Tani kemi na qena pak më të mëshëm, edhe është një mix i mirë se ki eksperiencë, ki tri që po japin frymëzim edhe në ushtrime, por nashta më ta nxon vend, që kjo është esenca. Këta tri do të më na shkel themën që më thon që unë jam ngata, të ruju. E shtin ty edhe më performu non stop në një nivel. Edhe më kallzu që okay, ti je ngat, po halon ashta ama që kjo është super e mirë. Edhe i kam thonë edhe gjithmonë se unë kam qef e rinia e Kosovës me kudo që shkojnë me pas një tanë më të mirë edhe me mri sa manal. Kur e kam rri vet, bili si të din çfarë shqiptari veni ton rrit pi Kosovë. S'ka qef më i mirë, unë gjithmonë tham. Edhe në ushtrimi tham kur ushtron mirë, çaj është, bravo. Hajde, kur të ka herë më vron në ushtrime. Më thotë më fal. S'ka më fal. Edhe më shumë si të mundesh. Unë kam qef atë sens, është konkurrencë. Më shtin mu kon to. Se dhe une, se alë 6 sekundë mëre, i vjen bum. Normal. Si që kjo është cani që na do të mu konë si shembull për këta tri qysh me reagu, qysh me ushtru, a vëtan se këta të kësyrin ty, jep nashta edhe që i dëll, ti nuk e në vrenë për nashta je i dëll. Normal, absolutisht, s'ka fjallë edhe. Që ta thamë, ama për me emna, se kanë ndoshtë edhe me ditë pak me emna, unë Muli e ka kallzu vetën. Muli e shara. Që ato lujt që kalu, ka kalu shumë mirë, edhe i kom thonë që më pëlqen shumë si lojtar, jo që na sen që se cilësit flasin vetë, po puna. Ka i noti sidomos. Po dhe puna dhe, që ata më pëlqen më shumë, sikur më kanë vetë dikush për to për shkakun. Unë më shumë lojtar më thonë, a dini më na më këtu. Unë kur ty s'kum po, nashta s'kum po shumë, nuk e di çka ka në ty. Unë sot nashta çe dikon, po ti kur nuk je a din për shkakun një investim i mirë për ta, ku unë hopi vend me çu dikant tjetër atë. Ku besim. Gjithë tham lojtarëve. Ama për shkakun për Mulim ka vetë, unë kam thonë, po çit lojtar, më ne më marr se e di që ka kvalitet se e ka ato që po them. Unë kam thonë krejtë, dosh me pas motorin mrena, a u dhan. Se edhe këtu është shumë lojtar kur kem edhe për shkakun thonë, "U çi lojtar super." Shumica në Kosovë më duket këta tri që janë më të mirë në ekip i bën kapitena. Po duken, a din që ai është tekniçor, po Demela. A u dhan, është tekniçor, po veç derisa ti vjen topi sa në vend. Ti dush me pasat. Unë kam për shkakun për vetë. Edhe lojën pa top. Unë jam shku kur ti na jap një gol dikush. Unë jam shku për ti më gjumë tu. A u dhan. Ton ku non stop më kom vesh për me fitu. E çi kjo është futboll, kur ti don diçka vërtet, don ti si dush me dosh futbollin, jo veç më ja boni tunell e më boni manovrim, ti dush me dosh me fitu, kur ti don me fitu me zemër, ai tani edhe motori që ti vet me punu, defensiv, ofensiv, a u dhan, jo veç kur kam topin në kom. Se unë jam kon lojtar tekniçor gjithë, po kum punu shumë. Po. Tjetër kush Lindoni, më pëlqen. Lindoni. Është i ri, që tash e ka boni super hub besoj, edhe atje normali i bjen me kallzu vetën, po është dëmpi gjenerata që po vinë, kanë tjetër Dellova vetë se ka formu që tash vetëm me kallzu drejt se ai edhe që ama gjithë kena diçë kollitor mirë, ama që tash domethën lojtë e fundit vërtet e ka kallzu. Është nivel karakteri dhe ai. Ama edhe ka kallzu çfarë potenciali ka. Se halon ashta se kena po tamam, se ky slun edhe më ti diçysh më duket mbrojtës, diçysh bile me Kosovën kur u koma përpara më shumë ka ushtruar si mes fushuar. Tash është tamam mbrojtës edhe e ka atratin me top e sa në vend po shkelçen. Tjetër kush Albioni normal Albioni, Ermali se Ermali u dorë ma herë për Kosovë, po tek që tashtu adin të na me kontorën, po lumë përgja ma shumë edhe ka kallzu vetën. Kën tjetër kem, Albionin e thash, edhe e mirë, sa hiti më pëlqen. Nonshi, Aslani. Po, Aslani, po se po. Jo, për Aslani që mirë që për mene se kështë arru, për Aslani e kom ditë mati që kam voletorin mirë. Herën e po që kom luku ndër tina, jëm konë me Francë në Stade Reims, e lujtëm një misuar me ta. Edhe lujtja e në dytën loj. E ka bo një manovrim. Bum gol, edhe e ka shky kështu fort.
Edhe unë e pa isha veç në mënyrën që e merr ke topin, atin që ka veç, e pa që to 3 golla që ka dhënë, ata që e lun shumë. Ka shumë vetbesim më se edhe si sulmues nënsh me pas a teknik, është kogja se ky është kogja i madh. Ama e ka teknikën shumë mirë. Edhe gjithë i pa ta thonë herën e parë pa ta kontaktuar Kosovës, ka thonë që to më mor sa më shpejt. Se e kom ditë që ka çat potencial. Po normal që Nisan që për shembull po gabojnë ashtu edhe shumë rinia se di se vet është tir me pas durim. E kuptoj, unë vet jam mos me luk kollna. A vëllon se unë mendoj që më gjithmonë me bë diferencë. A vëllon. E këtë më edhe i tham se për shembull është vështirë me hekni vetat. Se ju nuk a din veç prezenca goti e vetotit ka herë. A vëllon. Po amo edhe është super golla se për shembull që tash ti gollat për shembull nashta s'ka jepni ku gollat tani jep tani thonë a din super. Po këta nuk e dinë se na ja brejm, na e vrejm prezencën veç. Se është prezenca ka herë për shembull. Ja për shembull thonë nashta që kjo është më mirë se unë. Po tani kur del tipi loja e henaj tjetrit thonë ndryshoj krejt, këtë më ndrysh. Po se është më ndryshe, a kupton, edhe ekipa shkon më ndryshe, janë dësane. Po këta kanë potencial me mashat vëna, si Albioni, si Fisniki, po na s'është momenti. Prit e pak, a kupton. Po na jemi edhe krejt si popull, jem padorushëm. Kena çep, bam. Po, fix. Ama po, ko klubet edhe ne. 2 golla me Kosovën, i ka dhënë 2 golla kundër Dortmundit. Para të mi shikuzve në një lojë jashtëzakonshme. Aty veç kishu du penall. Ato im kontu i marr këtë penalla çat sezon. Veç me atë sulmuesin e kom pas shumë shok, e ja lëshojmë njëri tjetër ka hera ai dapuri, edhe vërtet ai normal si sulmues këta këtë sulmues kanë shumë penalla. Po në çat kohë shumicën e penalla i kom marr dhe e kom pas gjithë vetbesimin në penall, se kom pas atë problem kur s'jam tut me më, edhe kur i kon si i ri, Norvegji sidomos masi po penall, e kom hup një penallën çerek finale. Edhe amo im kon po. Edhe mo kena lu fantazi, edhe gjatë lojë kom shkëlqy fort, po kur na vej trajner kush po don më mor goti kur solke. Unë i pori, po unë, 17 vjet. Edhe e hupa. On bien man. Fart kajt të tan mas lojë. Fale, ku ne edhe të urdhaj trajnere, nashta edhe njëni është trajneri i njohshëm i Norvegjisë Åge Hareide. O kanë edhe trajner i kombëtarës, edhe me Islandën, në Kopenhag, kanë në për shumë ekipe. Orë mas loje, më ka kap. Dishu si më kanë djali tina, dishu më shurë, më ka do shumë, më ka thonë, që ka lojë, që ka do më thonë penalti, ka më t'jep shumë sene ty, se ki kalzu karakter. Unë më pëlqen, për të unë heq kur më staninë, edhe tjetër në kërët vjen puna ki me morë. Edhe një me qashtu Masanevic një farë. Edhe që ata nashta edhe tani kurs s'kum pos tut për kur gjëdim për sana. Në fush e një vetën e di aftësitë mia. E çu shkë me lu kundër. Ama u kon Dortmundi, u kon 80.000 shikon. Çaja u kon. Adin edhe nashta s'di interesant këtë tojnë, adin çu keni ones kur luj nuk e ni ças prezencën e adin se jam ças shumë në lojë, që ka herë edhe trajneri kur të diçka po viça bëj po as dia sa u ka thonë, udan. Ama ças që jenë lojë. E nuk e kom nia sa po normal që u kon knasi e molla. 2 golla edhe farloje kena bë, u kon super. A është ndeshja më e mirë me nivel klubeve, duke marrë parasysh edhe kundërshtaren që keni pas? Kena në çat vet kena pas vërtet atë kur menon me kundër ekipe kena lu, e kena shumë Real Sociedadin, Dortmundin, Lacion, edhe më të kallzu edhe kundër Marseille na kanë ekipa superiore, po ata shkuan çfarë shkuan, ama kur e menoj çfarë sfida kena kalu, kena pas adin, ama më korrekcion me golla nashta kështu gjithmonë për mene që ajo se çu thash njerëz të kshirin golla, ama me kundër Real Sociedadit su pa ta bë gati për lojë kom pas një lëndim, pa ta marrin në kci se do isha me luçat lojë, edhe kon ka vendimtare se s'kum lu lojën jashtë. Po. Edhe hina në lojë edhe direkt e bona ndryshimin e morëm penall, edhe ato e japa penallin, tani fitum 2-1 duket. Edhe kon super ekipa, tani edhe normal Dortmundi kon e apet një tjetër nivel, edhe me Lazio me kështu që i kena hub 4-2 atje. Edhe apet me mund me kthy edhe faloj kena bon shpejt 4-1 u kon për menet ajo lojë edhe kam përmend që në histori tyne. Edhe çaja periudhë ka bëqë edhe kanë marrë venin vendimtar me një Champions League, dhe çatëherë më shumë dojke gjithë Afrikë. Lojën e fundit se ne pata pas një shkrim ekipi më pa fat në play-off në ekstrem, nuk e iden. Gjithmonë luajë më mirë, po s'dajke. Po është kanë çfarë. Ama po, çaja periudhë ashtu u kon edhe më mirë, por çata u kon për mua
është një sen kur e folëm por jo pishman po që më kam mit peng shtu në karrierë është çaja periudha, çaj viti por në Lazio se po se bën transferimin mas këtij sezoni të mirë, 13 që kena 13 golla 19 asiste, sezoni më i mirë. Jam kontë shumë haj edhe në vetveten dhe qysh një farë besueshmërie që më me lu kundër kurda s'ka që më thonë çfarë mes foshurit del kundër e di që më e bëj temën, apo kupton? E tani më tordh se edhe 2 javë të para edhe Igle erdhëm tha, adin një me ushtojsha shumë mirë. Edhe direkt adin me hina si ekipi me fare emna, edhe me koxha me dominu në ushtrime, se kum pa na menua as vet, edhe Strakosha si shqiptarëm të adin. Topa, po po tani se edhe Igle tha, je shumë gat me marr adin startuesin se çatëherë ishim përgatitje. Po lëndim i parë 2 muaj out direkt, apo kupton. Edhe u ktheva pak herët, më kërsitja pet, meta ka gjagat. Tani ja nisa më mor vetën, e hina një loj ku e ktheva e nxorra një penall, fitum çat lojën jashtë, di me kon Parma më duket. E tani krejt adin çaj velon që kena po te Salzburg sa në vend taja pet. Në lëndim. E tani kom pas një lëndim shumë të keq pe shpinë se u kon s'di që shtire këto kit poshtë kosh Korrez? Po, këtë poshtë edhe ma ka prek nervin. E çaja u kon që u ka pas më qit këtë jashtë pi futbollit, domethënë çat lëndim e kom luç ashtu një kohë edhe ma pat prek nervin për në ekstrem gati më kon të kput nervin në farë mënyrë. Pa të shku 80% gati kur e kom bë testet. Po ka dorë zoti kum taku 2 njerëz në Austri që vërtet peçi një tash që një 6-7 vjet punoj me ta më kanë kthy në futboll, se mos më kon për ta garant na ashtu sot si shakon të lu. Okej. Alan kthehemi pak te çajo periudhë ku transferohet te Lazio. Vjen pini super sezoni. Lazio pagum dikon rreth 8 milionë euro për transferin ton. Shumë ekipe ka pas. Pse Lazio? Kujt i tha jo e pse i tha Lazio? O kon iglitare njëon vej. O kon. Edhe normal që iglitare e ka pas atë normal, edhe në mënyrën e interesit edhe jena kon të ftuar në Tiranë në taku kena ngër dorë bashkë, kena fol senet. Edhe po kum pas edhe super ofertë, më ka thënë drejt edhe e di edhe Iglin pa thonë, po, farë ofertë pas kemo pe Sampdoria ata trend, krejt farë kushte, më kanë qua atje me krejt canet i kena këqyr, edhe Mainz u konë, në loj. Mainz, Bundesliga. Ka pas edhe tjera garant që në hi loj, po unë kum vendos shumë herët, se unë të pret që garant ka pas shumë mundësi, shumë ekipe më hi në loj. Po, si u kry sezoni me një herë, por vendimin? Fiks, shumë shpejt. Po edhe për këta u konë normal, ma mirë sa ma shpejt, se dishin adin për moni lejtarë edhe sigurohet për ja nisin pregaditjet. Po edhe Lazio si ekip, kur e menojsh ako të rregojshin njerëz për Lazio, për fare ekipe me histori, është ekipi i madh sa në vend Itali. Sidomos kur rrin në Kosovë, aty ju gjithmonë keni qenë shumë Itali. Edhe tani edhe më shumë ta moshin atë syrin sa në vend. Se edhe nashta me këshyr me stil, ma shumë më kish konvenu që shluju në Gjermania se Italia, se lujnë shumë ma taktikisht. Unë jam tepër që kam qef me dol pe pozite me sebe me hije, ata kanë ma, po Igle ka lujt normal një rol të mirë edhe e kum pas knacin se shqiptar ka dash më marrë sa në vene edhe kur kena lu kundër tyne, kur fitu më në shpe, më ka prit, mas lojë unë ka kop një marë, adinaj, direktor sportivi tyne, më ka kop për qovë, më ka thonë, Allah më faloj, adin. E u ka një farë knacje kur adin edhe shqiptar, normal legenda. Edhe u kon shumë nice, po qatë sen gjithë mbrenë që se e di që ka dasht shumë, vetë kom do shumë, por nashta ai ka dosht edhe më shumë që unë me pas suksese. Unë Lazio e gjithmonë tham që diçysh e di edhe pa ta thonë, adin kam qef më të bë krenar, u don. Po. Se çasi tipi jam, kur bën dikush diçka për mua, unë kam qef më ta kthy dy fish. Çashtu jam rrit, çashtu edhe vetë jam si tip. Çaj është i vetëm i sen që vërtet mbren hala tham se e di çka kisha mund me botë isha kon mirë me shëndet. E di aftësitë mia vet, e kom vërtetu ku do që jam kon kur jam kon shnosh e mirë fizikisht, gjithmonë jam kon startues me performanca të mira, që kjo është që gjithmonë kam të thon pa. Atje. Unë mini kombëtare. Unë respektoj për qytet, domethënë se ai lejtor shqiptar që luajnë mirë gjithmonë i afrem, domethënë gjithmonë. Po. E ka këto për dallim pe të tjerë, domethënë lejtar shqiptar që ka luajë mirë, që ka mujt me transferu, i ka vyt, e ka pru
te Lazio. Jo 100%. Është jashtëzakonshëm këtë aspekt. Po. Që ato do shta me dorë se keni pas bagi shqiptari jeni ku në atë kohë të Lazio. Po, tani masane e morën Strakusha, Durmishi, ti po. Vedati, Tani Vedati era mas Alia. Fix, edhe e triti koma përpara. E triti ma përpara. U kon ky Lorico, Berami. Lorico, Berami. I ka pas gjithë dhe shqiptarë, edhe që të bravo, halaliku. Edhe që ta është i shola në zënë postin që shpo fullë, në Milani shkon diçka spektakolare, vetën aje ka kallëzu si direktor sportiv. E ka pru Lacion, po që shumë Nalço, vlerësohet zakonisht shumë. Itali shumë vlerëson. Te Lazio i fitua edhe 2 trofe. Kupën, Superkupën. Fix, që ata kesh të thonë që zdini, jam pak një djarë kështu i titull. Interesant se edhe atjes pa të më fitu më të niko titull edhe i fitu një me 2 u kon një farë knatësie, po kur si e lejtar këtë edhe që ke lu dhe qysh nuk e një, unë e qasi jam tipi, si jo, ma ndrysh është knatësi, po unë e gjithë e këmë shiu ma shumë dikur i unë kon aj që u kon nashta lejtar këtë, edhe në Salzburg, edhe për shembull kur jam shku në Australi, edhe me këta për shembull kudo që kum fitu diçka po në Australi, ku jam kon lejtar këtë që kum ndi ma shumë, se ki bo atë bazën për me këtë ekip. E ke pas Simone Inzaghi, një trajner që sot vlerësohet jashtëzakonisht shumë. Që kun marrëdhënia me ta dhe çfarë trajneri? Që kjo kon që ai edhe mpaton, se unë normal nuk e falsha gjuhën. Më shumë ti edhe Strakusha më kanë ndihmuar shumë, edhe kon edhe të tjerë që kanë folur gjermanisht që më kanë ndihmuar. Po kon çaja u kon edhe kon pak pjesë e shtirë tani më shumë ti për mua se s'më isha më fol gjuhën. Edhe i lëndum ushtra shumë vet, mos me pas komunikim me lojtar, të kon pak një ekstra kon, ku jetu vet, nuk kon më kanë shku edhe me të kasmos. A është që ky fundi kur ti po të kalloj drejt, nuk ka pas net ku kum thon pa që tu audon. Se merr me mend ti më kon tu jetë çështë, shumë mirë pa kur gjë, veç kur bum, të kap nervi. Bot, që me thonë pul, pa që është të siguri, thu ti që ka ndu, audon. E të nkun, është se aja është nerva, audon. Zdi, i veç jam shumë të adin edhe të zoti, pa edhe të vetë vetja di që jam shumë i fortë, nashta edhe zoti kur e dëni sa në vërtet, edhe në përshamu nuk e du futbolin si punë, si anë me këshju, si financë, si sa në e du, kështu pasion. Ja, ku më thonë, që di që më ngan që aje për me kalzu vetën edhe me fitu e me pasion, nuk rri veç sa për me mani pare. Po, Inzaghi, unë ka një munat aspektin se unë ka kaldu që më pelqen si lejton, ndu se unë faktikisht kur ushtrojsha isha mirë, unë e isha një vele krejt, adin, po kur trupi nuk dën, i ki lëndimet është shumë shtirë, se ti merë me me një vjetë gati mos me lu, edhe kur këthejesh, ti e ki halat këtë, se gjitha sen është edhe në jetë, edhe në futbol, gjitha sen është psikike, i ki da svita që ti dosh mi kalu me vetë vetën, se është tani veç në fush, plus tani në fush e ki konkurencën, dhe më thonë edhe ato, se gjithë ditë e ki konkurencë, ato super lejtar, unë e konkurru me Luis Alberto që konë lejtari ma i mirë në Serie A, me sfëshur, unë e konë një me një, e normal që u konë një sfit edhe për mu, po normal edhe për trenerin, se në trenerin ka thonë, unë një ekip që fiton nuk me ndroj, unë i kam thonë, ta e pidorën trener, halal të kofë qashtu të më konë, unë edhe trenerin apështar që thonë, kur ecë diçka, pse pendrën? Veç sa për mja bo qif ndikojnë në këti, futbolli është performancë, me fitu, s'ka, s'monësh gjithë kanë me bo knasën, s'ka kur s'ki me pas mundësi ashtë, e hu pak vetë vetën. E që ta trenera që e në mujnë me menagju që të sen, ju në konë Inzaghi, në karierën tem, u konë i Marco Rose, edhe u konë i Roger Schmidt. Këta jenë trenerat që i kom pas në karierë tem, që kanë ditë me menagju grupin. S'do lejtar, a ka fillu, a u hindoj, ka dosh me jep zemrën për që trener. Se ka jep diçka grupit, ja ka jep diçka individit, ka dosh më mësu që shje, ka full me ty, ta ka jep një farë, ti pra trener më rethen murin, a vëdon. E mon komplet grupin pa shku me ata që nuk lunë. E Inzaghi është ashtu. Edhe është edhe kuda që u kongo, ti që ta është edhe minterin, se e dojnë lejtarët, a vëdon. Kur lejtarit dënë, ti din mja jep ato, a i shkelqen. Ti kur pëndrën ekipin, a ki po ka herë, kur pëllujnë kitë ndryshë prej Champions League-ës, apet po kanë rezultat. Shumë po bën rotacion edhe pi fitojnë lojë. Edhe pse po kem qef na heq po haj. Kjo është me Roma në një Juventusin. Të merr, domethënë ata janë 3 trofejt mund mi fitu si vjet, merr domethënë. Por neve e kem një momentin poshtë atje tani na han kryt. Një vjet. Ata që zdurohen, çashtu valla. Bundesliga, e përmendë që Bundesliga u kon për ty, po shkove me lum Bundesliga, e provova edhe Bundesliga. Po, ato edhe te Fortuna. Ato u
o kon Qysh? dita e nënshkrimit o kon shumë rasti edhe pak qesharak, po edhe qysh treneri jam më i pari, domethënë karrierën time profesionale në Viking, o kon Uwe Rösler, Gjerman. Në qatë ditë që për nënshkruj, aj për nënshkruan. Edhe po Edhe takoj ai me qështu. Oj, për kësyrë për t'ja nis me kërë, kjo është diçka Jo, shumë, të qyrë rashta, dhe putan, nuk ndodh gjithë, edhe ja nisë me kesh atë, edhe unë normal, për mu ke super, se unë që ato këtheva faktikisht vetë vetën, edhe ritmin se lujta, ketë lujta, edhe kom pos, që thamë, njerës t'i këshyrin veç që ka bo, kështu se, kurse ka këshyr lujna, zë dina ka lu mira keq, t'i këshyra ki po statistika, unë ne asisteme kom bot, ama do më thonë, im kon lejtor kjo që të nkun, do më thonë, t'i shka pas na bo mirë që më ka tërlu treneri, ato vërtet kum pas një 6 mujore shumë të mirë, kum kalu mirë, kum luë, kum mora vetën edhe tani erdhë oferta po më shku në Francë. Po. Ama po Gjermania më ka bo mirë që ato edhe kum pas nevojë me ecë bilanci se e ndjesha një farë, s'po di që me thonë, edhe shëndeti her kështu, të isha vesh nashta të largona të marr vetën dikun, por apet mi mri ato mojet ku e di që më mri. E për mua më ka bo shumë mirë. Nice. E pse sunale në Gjermani kur lujtje shumë mirë, po shkojnë në Francë, atë thiri Arbri gjithçysh. Jo, Arbri. Jo, Arbri së më thirë gjithçysh, po ata është Stade Reims është më shumë një ekip që ka qef me prodhu lejtor, se edhe që tash prodhojnë shumë lejtor, edhe shesin lejtor në për shumë. Po projektin që kanë kalu edhe nashta edhe djali i presidentit i flakt, mas meje. Pe kuës Salzburgu të sanë vene, edhe vetë se me ardhë më konë si tip lider, por me një mu ekipën e sanë vene. Edhe qaja, normal, edhe por mu që atë nashta qaja u konë mamë, ose në Gjermani po patalu mirë edhe kom pas kontakt shumë të mirë me këtë ashtë është trenerën në Crystal Palace, Oliver Glasner, u konë që atë në Wolfsburg. E maslu e patën full shumë edhe në paton që i adin me ndo që të opcion edhe, amo kur erdhen këta erdhen fuqishëm. Erdhen shumë fuqishëm me kusht më të morë sa në vene. Edhe më pëlqej normal që kur dën dikush aq shumë normal që ngrihen edhe me shkumë. Djali i presidentit, domethënë. A kupton? Çka të lëpsh, okay. Edhe diçysh u kon çashtu tani unë ndiva veten shumë mirë edhe për mu vërtet edhe sezoni i parë u kon i shkëlqyeshëm derisa e lëndova me niskusin se dha atje rregullisht lejtor kyç që nisha veten mirë, kum pas performanca shumë të mira, po keqaj do me thonë masi të ktheva pilaci tek apet tek ta e po tani lëndim. Po këto e mora valla këto me kombëtarën me Kosovën. Një dy herë më kanë shku gojt që ashtu, që po. Janë këto janë sprova. Që shke periuda në Francë? Për mu kone e mirë, po të kalëzoj drejt, adin sidomos me menu që s'dish as gju, në fillim heq, treneri veç frangjisht, shumë pak anglisht, edhe më shtini me mësu gjune edhe që ta edhe mësova direkt, së më shkoj as gjys vjetë, një vjetë. Po hajrin futbollit për gju. Po jo po shumë, në ekstrem, tash i di 7 gju, kështë të tamon. Normal që u kon dej qatë lëndim një me ju kon, edhe ju kon lejtor nashta kyç, po edhe si lider, unë ka shku mirë, ekipi u kon, kena përfundum në 12 në vend qatë, po këta gjithë paka shumë qatë ju kon. Qatë kanë dasht. A vëtan, po normal që kena pasionime kitë ndryshe, në vitin e dytë u kon, u ktheva pe lëndimit mineskusit, u kon pak vështirë se pregaditin s'ku mujt me bo pa ngarkes, tani u kon një sezon her mirë, her keq, her s'kum luqa shumë e sa në vene, tani im pos një 2 muj, im kon apet lëndum kër janë nisi viti, do më thonë 2023 i vjen. E tani e dita paka shumë që përdojnë me shku për në opcion matri. Edhe më kallëzun, edhe thash për mu këtë në regull. Tani kum pos opcione me nejtë në Evropë, po që s'mu ishë mu bo, që me thonë dakord ekipet s'mu ishë, se po tani ofertë shumë të mirë me shku në Standard Liège edhe po ta shumë qef. Si treneri norvegjez, u konë qatë ko, aj që shkoj tani në Brygge. Herolindi e ka pas trajner ato shumë herët. Po, Nod. Se s'më vjen me në që tash. Po, amo kryesori aj që adin patëm full live, kur do treneri u kom për mu super opcion, po dakordimi financiarisht su bëjki që su bëjki. Edhe tani knej u deshprova pak, normal se po ta qef me jarë. Po, me rana ditë të dy, i më konë rasisht të lu me ekipën e dytë, se disha që ka me jetë. Edhe po përformoj edhe po vjen një manager edhe po të qa po bëmër e këtu adin me këta të lu. Tani jo adin tani kishin thonë që po mënohu me adin me hik. E tani e merë dhe oferta me shku në Melbourne. Kjo është interesant. Kjo u konë rasisht krejt se u kry edhe a fali kalimtar. Po, edhe s'kisha qa me bon. Knejt e isha me najt, se knejt mu isha me najt, edhe adin me punu për me marrë venë ekip, po gjasët ishin që ja mu lëndu dikush, ja apet që edhe ma bëj këtë nërë edhe mu konë maj miri.
na jena të shku për opsione ma të ri, a u dan. Kjo kom për mu pak e keq se unë domethënë edhe kur ushtrojsha na shta më mirë se shumë lojtarë që luishin startues. Po si ka pas qytete? Ata çaja. Edhe tani thëshon unë jam çani çasi tipi që ata e thamë lejtoj shko diku ku lun, ki knasinë e futbollit. Edhe erdh oferta, edhe çudi, s'muj me kuptu halon ditë sot që sen kush çish më që më bë dakord me këta, financiarisht ama standard legjo. A u don? Edhe këta gati domethënë njëjtat kushti kom posin në Francë, në Melbourne. Shkoj më shfrytëzoj luj futboll, mos na e kthej veten tamam fizikisht. Edhe ja kom po hojin, më të kallzu drejtën se u koni trener atletik, ai më ka kthy fort ma ka kthy shëndetin edhe fizikën. Edhe ja kom po hojin, u kon shumë ai vjetër, ai e ka po që kom pos domethënë senën fush, i ki pos ma shumë se këta tjerë, po fizikisht pak nashta edhe që ato vjet më kanë bre shumë që më kanë i lëndu. Po që kanë lëndu. Edhe anisa me hi shumë në fitness, me najt veti gati me çu pak ma shumë tjega, po me mush voluma, me mush sene ka trupit, edhe po shohin. Edhe ku çat ditë kur jam nis, ja kam lënë një dhuratë edhe kom thon faleminderit edhe i shoha edhe çandarmën se ja kam po hojrin. Oh. Nice, ka do mirë. Që shke kështu jeta në Australi, futbolli, te kingura. Kur më në njëri këtë tjetër bota, amo kum jetu, amo ven ma i mirë. Ma për futboll, jeta, njerëzit, s'im kon kur kon në botë. Sa ta Besar Berisha kanë e gata atje. Ej, fari jetë, fari njerëz, qun, adin, hi atmosferën si këto për nashtë edhe ma shumë, ku dën që shkon gjallni. Njerëz, hej, mi mëngjes që shi, a u din një farë, happy, unë kam qef njerëz gjallë, a u thonë se vetë jam i gjallë, kam qef si qunën mëngjes, s'kam qef më shju me mrojla, nashta unë pak jam, një 10 minuta dhe isa quna, dhe isa këfil në pak, motivojnë ata. Ama kur del jashtë, kofët këtë fusin kësu, njerëz gjallëni, të të prit mirë, dishyshe e kum shiju në ekstrem qatë kohës, edhe futbolli më ka shku në ekstrem mirë, im kom kalu një sezon këtë palendime, e fitum ligën, unë e shkelqeva, ekipi e shkelqej, bashkë ata që kina pas qef, ata më marë pi me, unë e pi tyne, po edhe jeta jashtë futbollit të konë fenomenale, shumë ma e mirë që e kom pritë, kurse kom menu, edhe adin sa herë me nëjë, dhe isha mu këthy në herë me jetu atje, se këtë jetër jetë, a mu ka pëlqy shumë. Do më dojnë e pas ke mendu, se do ashta me të pytë. Po. Edhe ata më kanë thirë, bili, kur u lëndova me Kosovën në shtator, e janisa më këthy, me kush kam pasë një 3-4 ekipe më marë atje. Me kush, po, më dok pak largë, se dhe kur jetova atje, që kjo kisha qef me konë me komtarën, ama edhe kur erdha 36 orë dhe i sa të më rishe, jet lag 2 dit, si shen veti, ka një harmonimi. Një jo vesh vetën me marë. Po qaja dhe, edhe kur këthejsh atje, u të fshme me marë vetën, qaja me kiqja. Dija tonë, edhe këne edhe nej. Amo, po, e ku menu se zdi qaq mirë që kum kalu. Edhe në ditë sotit halo lejtar që i na koni qasaj vitit, dhe më thonë, se tani vitin e dytë e patën të merë, me të në vit më duke 6 ven, edhe kretan, edhe ti dishysh, e ki jep dishka shumë ma shumë se që ki jep në fush, unë jam tip, kam qef me bo për grup shumë, bëj atmosferë, bëj hajgore, kur është për me bo hajgore, unë jam qësi tipi, kam qef me bo gjallni, jam pozitiv, luj shumë ka jerë, nashta për stepër, tipo kam qef, ama kur është më konë serios, unë jam tani tepër serios. Prap je i pari atë, për serios. Qësi tipi, jo, unë jam, gati ku do që këmë luj, jam konë i pari që u ardhë, jam konë i fundi që u shku gjithë. Kurse këshirë kjo e ka pas fatin me lu për 2 klubet që kanë shumë klube, Cityn edhe Red Bullin, se City është e bush ato që ka bërë Red Bulli, është të përhap. A është edhe atje qasi seriositeti, po. Njëjtën franqize kanë ata krejt. Që unë e që ata se ku menu që ka më konë qash ligë e fort, po të ka dhe drejtë. Se tash këshirë sa lejtor të Australisë edhe veç Australia më rekur lujtjen botëror, e pesa fort lujti, a u tonë, është ligë shumë ma e fort që qa menoj njerëz. Dhe unë e ku menu që ka më konë shumë ma letë, po jo, se fizikisht janë këtë jetë nivel. Të jenë ashta si... Për shtatën angli ketë ata. Po, edhe nashta ti vjen me... Unë për shamu gjithë e kumë post teknikën e pa isha këtu, për në isha ma shpejt, se shumë nda lejton ashta, ama fizikisht, si ishe gati, shka isha të, shumë intens. Të laske, 6 muj, mas asaj 6 muj pa klub, shkoku edhe i lëndimit, tani të laske, rikëthem në Austri, mas shumë vjetë, me një kampionat ku... Mas 6 vjetë gati. Po, unë normal, ajo konë edhe pak, këm pos edhe një 2 oferte, këm pos për Saudis, normal, financier është këtë jetë nivel, po të ka dhe drejt, unë qasi tipi, unë kanë gjithë, unë du futbol, unë kam qef
me lu në nivel sa më të lartë, sa më gat. Po edhe shumë e ku menu kombëtar, apo të thesha, i na kon hallat pak, edhe tani hini Franco Foda, edhe thesha hajde një herë forcoa, dhe ktheu i ki refuzu milionat Austrisë, shkaku i kombëtarës. Edhe shkaku i kombëtarës që kum pas qep me pa kombëtarën sa më nalt, me një muvet, edhe me reprezentuar në Halloni ku venin tem. Edhe normal me lu sa më shumë në Evropë, se është ma lehtë më të pa, gjithkush, më ta pa prezencën e sa në mene, edhe u ka një ligë që e njofsha, edhe jam tip shumë i vendos. Kur vendosi më kthy tamam fizikisht me performancë sa në mene, ja e bëj as nuk më nuna. Edhe çat ver, sidomos desa të ktheva vetëm çato 5 muaj, kum lu mirë, po e disha hala ka mongo. Se u ktheva për një lëndime që unë kum marrë moment ti kur regenerohesh për shkak, i në rehabilitim me klub, ke ndryshash. Unë kum ushtru vet 4 muaj. A u tani marr veç me vetveten, veç terapi që i kam bë ata fizikët, a kështu domethën fizikën e kum kthy këtë vet, vrapimet i kum bë këtë vet, futbollin a u tan. Edhe ajo ka shumë vështirë. E posh kur u ktheva tani në ushtrim me futbollit me grup, shumë ma i ranë se adin se çaj pritsha, adin se u do me kthy fuqinë e gunit, ku pas shumë sene. Edhe është më ndryshe kur ushtron vetë, kur ushtron me dikon. A u dhan. Edhe pa isha pata nevojë, po e doshti zotin i me një herë mora veten edhe lujta këtë lojt. Po tani çat ver kum nejt ka gjagat në Kosovë dhe kum kushtru me Ardion sa ajo edhe me Unistenisat, me Sallo, e u kon edhe me kombëtarën pak. Edhe di që punon mirë edhe pata thonë qëre, 2 herë në ditje, kum bota sene edhe kum ushtru në ekstrem, aty kum poshu, po kum ushtru, gati im shumë mëngjes, e kum bë ushtrimin e fitnessit, mas ditë kum bë futboll, e sene vene, kum thonë që ky sezon kam u kon bashkë që kum pas. Edhe kum di që kam rikthy tamam edhe me kombëtarën performancat. Në fund që thonë folin vetë, kam nevojë në më thonë që unë jam rikthy kum e meritoj sa në vene, njerëz që se shohin, s'kam çaj u bëj, absolutisht. Ama unë e kum ditë se unë e kum pa çato 6 muaj far niveli po luj, edhe hala nuk isha për shembull me vetveten i kënaq, po grupit i nimojshën ekstrem, na morim vendin e tretë. E pota edhe në një farë mënyrë presionin pe klubit se kem pak kesh niko, edhe në mënyrë na do na mu bë top 3. Rregulloje, mu. Altan, thashë në u bo. Heqëm së tani, në kur tam u bo, dhe ç'është të ndodhi. As lujtëm këto farë që është top 6, majster grup thirët, pe 10 lojve të lojë i fitum. A vutan edhe e siguru me Evropën. Po nuk është edhe që ata i thamë shumë lejtarve. Kur i je lider, për shembull, edhe që është full, para grupit, kështu. Ti je lejtar i parë, pe kejve që kemi gjuku pe lejtarve tu. Nëse si kur që është full, edhe nuk performan, a u thënë, kush ka më të nguti masanej, kush ka që po dënë ti më kaldu më kur ti kërkasi, a u thënë, do me thonë unë i bëj presion vetit 2 fisht, se shumë lejtar, se është ndryshë kur ti s'full heq, për nuk të dënë, u shka në ullës të nga tjeta, do me thonë, kjo është edhe shumë njerëz nuk e menojnë, se për shembull, nuk është edhe lehtë më kon lider që dojnë e sana vëna, ato që ti. Ai e kuptu. Edhe fiks, nuk e merr rrugës. Për shembull, kur s'fol heq, sta don, nuk shkon ulës, kur s'ka thon gjë, se apet i s'ka thon gjë. Po. E çto janë sana që në futboll ka shumë sana, po njerëz di shohin veç që tash, statistikisht edhe të marrjeta. Çka Romja Red Bullit pak e ka balancu ligën, liga shumë e balancuar, shumë e fortë. 2 vjet e fundit u kon shumë interesante. Edhe si vjet është shumë interesante. Por çan Liga Austrisë, mu pa të bo bajat. Unë pe jam disa lite këshirë. Shumë interesuar. Është ligë intensive. Që sa lejtori shkon pe Austrisë, në Gjermani e lun rregullisht direkt. A vëzon, nuk është lehtë Austria me lu. Tamam tregi gjermanisht Austria, domethënë. Edhe kontori Austrisë kur kanë kampionatin e fundit 90% lejtarë në Gjermani, po ke dalën për kampionatit vetë edhe shumë nivel të nalë. Kanë atë, vene herë. Baherë në kështë lejtarë në Borussia, në këtë ekipet e forta. Këtë ekipet e forta, super lejta. Është pashtojtori këti lumë Bayern, kona Allah me. Kem Sadio Mane, ka lujt në Liverpool, gjë kona vëde. Kampionat shumë i forta. Mare Hallandin e kanë zirë. Asha zotin për që unë e kum pa ta thonë, se e kum njoft pak, ke Bobajtina se menaxherin e kena pas njëjtë. Po. I jim sul bakin edhe kur erdhën ato i thashën në Bobajtina thash që ky klub për djalin ton është perfekt. Sulmus, si Sulmus. Kur s'bën me refuzu sa të bugjojmë se është një ekip që krijon raste çdo lojë. Pafund. Ti veç dush me ditë më ngjallën 6 meç. Tu nga tjeta. E ki këtë kryme.
për shembull unë ja japi dorë në Hallon se kur shkoj në Dortmund, ka ditë çfarë po bën, u shkutën e klubin çat ku, që kanë kriju më shumë të raste. Edhe që Bayerni ka fitu, ju kanë klub që kanë kriju, kanë pas Royce, kanë pas Sanchez në vend, ka ditë që ai ka me pas furnizim. E ai që si tip lejtori për ata edhe kur shkon Man City, ekipa që luan më shumë të futboll. Ky më shkon ashtu në ekip që nuk luaj çaj, është shumë vështirë ky me pas sukses që ka pas. Ama kanë shumë i zgjuar. Çfarë raporte ki me Hallandin, e kemi po edhe atë foton mas ndeshjes në Norvegji Kosovë. Jeni miq, domethënë edhe me babën edhe me ish menaxherin Jim Solbakken. Po, ai edhe është unë jam atësh unë jetoj në Stavanger, ai jeton në Bryne, është domethënë 15 minuta për njëri tjetrit. Janë edhe fakt në fan mënyrë rivale me njëri tjetrin, shumë rivalitet. Tash ata i dhënë hypën ligë, si më përpara gjithmonë dytë në ligë në Norvegji. Amo kur i na njeftu mas mirë ti u kon unë kesh çat kohë që më kanë lëndu me Lacion, i më shku ndoket ka qërshuri, i më shku në Salzburg, që ato e kom gjojt që ata njerës që më kanë një mu, faktikisht më këthy në fushë, e më konë të bon, e kom najtë 2 muj. Edhe më ka rosti mu taku e sa në vene, edhe kjo kom pak si vetë mum ato, so konë vet, i ri, e sa në vene, pak bitin 6 mujt. Ka po një norvegjez, po fix, edhe 6 mujt e para kjo s'ka lu heq. Shumë pak performancë ka pas se kaluaj daburi para ti. Tani ajo transformu, edhe dita që kam i arru dhe rosti, po kësu koni parashiku mu konë non shqipar, u koni tjetër Smajl Prevljak. Ai lunë që tash në Hertha Berlin, në dytën ligë. Bosnjak edhe kalu edhe ai me kombëtarën e Bosnjës. Po, që si të moj, fix, edhe ai është super talent u konë. Sheshku tani. Këti gjojnë dhe që shtoj gjojnë. Edhe kjo tani më pyetja apo don apo vjen me bashkëtu me mu një kohë ku je këtu. Edhe si norvegjesa, na tash po atin. Edhe najtum çat ku u bënë një shoqni shumë të mirë, po edhe domethënë ki pas një varcimere, ja, cimer. Cimer i bjen valla, se unë kom ai banesa tina, po ai më kalut hajde atin banoj. Po dhe kena najt shumë bashk. E kom përcjellë unë ushtrime, edhe çeça pak jashtë këtu i pas keni mu ambientu. Edhe kom qit pak e sa në vend, kom kallzu që edhe do të më gjoj njëri pak një balance, se kjo është shumë profik. Çe kem mëngjes, këtë farë dritën e kuqe, red light, në banjo, bom, u shtrajk ato, e merr ke razatimin e mirë që kanë nevojë trupi, ai ke veç net shumë si hok. 2 metra, në çojk me mëngjes, dritës të parë, domethënë edhe dritën e diellit është drita më e mirë për trupin, për lkurën, për vitamina, se në këtu sana, shkoj shumë haj shumë veç bio te ja zoti na punë, si më kon çast ashtu, po kanë imun se kom pas nevojë dhëna, apo se ka erë, ka haj më kon. Tash më ke ndryshë kur më ndaj ç'm kon. Po mas shumë ti u konë më duke që u konë pak edhe me rrethin e vetë jo aq, se normal kur s'luna është pak ma shtirë. Edhe i thash jepi zërë që tash, që me thonë në pregaditje edhe më në nëzën venë. Edhe normal edhe për që ata thamë fati lunë rëllë, u lëndu qaj Smajl këgja keq, edhe i erë rosti këtina, edhe kjo ti kur janis me godat i ku pëtër me ndru, edhe kjo mos janoli kur, edhe i thash ta bona një filmir, ta japa një qëtyme të mirë, ta grajsi, edhe peqa të ishtë jena shumë shukë, regullisht folëm ose shkrujna, edhe është kështu shumë djallë për tokë, që kjo më përqen ma shumë, të se kjo tash miliarder mund mi thonë vetë, në diqka, votan, amo nuk vërejet se është djallë shumë i mirë, për shumë me kuptarën ato ketë që më loqin, ape thu me bo foto se në mene, mëndzis pret ka, është shumë djallë i mirë. Shumë mirë. Për lejtarëve që ke lu, është Sadio Mane ama i forte, nështë? Më të kallzu drejt, por mu u koni lejtar edhe ai më ka bu mu lejtar, kështu nashta 2 fish që më konë. Është një farë lejtari u konë sulmus në atë kote nas, Jonathan Soriano. Soriano, po. Spanjolli, i Barcelonës. 33-4 golla çdo sezon. Po, të jap golla, po. Për Barcelonës e ka morë Salzburgi, Barça B. E ka morë goti falë se e ka lëndu gunin kë ju konë të hi për në ekipën A. Ju konë të lunë me Bayern, as dikon e ka dishka gunin e ka pas një problem shumë të madh. Këta kanë marrë të lëndu. Edhe tani mas një kohë, edhe kjo në fillim kishin thonë ka pas pak probleme, s'ka jep çash golla. Daj, masane u bole gjeta atje. Edhe që më thonë, numri tina ma nuk i jep as një lejtori, që ka bo për atë ekip. Ai zdi, nashta mu më pëlqen edhe që e lun lojën që ka luaj. Ajo ka një tip që gjithë gjuja topin qysh dush, ta ka nol, ta ka qitë bashk në hap ku kje dënë ti. E unë si teq që ka qef me bo manovrim me top, gjithmonë veç e kom lyp e ma ka qitë edhe për mu konë shumë let me lu me to. Edhe amo dhe normal ai, dhe më thonë gollat kanë, edhe performanca dhe gollat kanë full për to. Amo kështu me këqyr individualist,
që kam bo për shembull diçka wow, Shumë të e si madhe. ke pritur kon stadion, po, se ka po shpejtësinë, futbolli këti kur e ki shpejtësinë, plus i ki ato, ai ka kallzu Unë e vjetën ku do tham. çu kon. Tash për shembull edhe në Liverpool, edhe në Southampton kur u shku direkt, Po, direkt. atë na voton. Veç pati. Jo, Sa herë për Amo edhe Southampton. Ocon edhe një Kevin Campbell, po Kevin atë- Campbell sloveni. A voton. Oh, i bardhe. Më bjen men kur e pa t'jap Gol. një gol fenomenale Shqipnis. Shqipnis, Po më thi, a pevla. Do vlog Bargo çishtu ja. Shumë ka po shutin i shkurt, për shutin shumë të fort. Ai edhe ai Ocon çat ku kon shumë Shumë i mirë. mirë. Domethënë, këta dy janë kon ata dy lejtor që janë kompakt. Ocon ai Alan, në tjetër smuz brazilian edhe ky Soriano që kanë jep golla, po këta dy janë kon si difference makers Po, kështu që në kanë- ekstrem. në ekstrem. Kevin edhe ky Sadio Mane. Alan, halaki ko me vonë për në futbolin evropian. Po tash edhe në edhe vetë që ki kalu 30-at, sa ora vjen fundi. 32 vallalloj. Kur kena me po Valon Berishën në futbolin e Kosovës. A kishe orë me luna jere, ha? Jeni Po, a di je që lapjan i edhe për cilë lapin të kena po edhe në stadion. Po. Kjo orë dhe ki këthy lapin në formë. Vallaj pasha zotin i dhash, s'keni thirë ma herët, se më di që unë ka të ngusht. Amo, po, interesant edhe me djalin e hallës e fola si sen. Në ka shqet se kisha menu adin, qysh, edu Kosovën vi shpesh, kur e menon njeri në ashta. Kështu unë e parashikoj vjetën halon. Për marrë të Kosova, lej mo tash për me lujt. Fix, adin po, unë e parashikoj vjetën halon me luni Kosovën e pesha, jo që i kam, adin nësi si ngjej vjetë, ama e një vjetën, në ashta muq ato vjetë, 3-4 vjetë, ku kum pas shumë lëndime, vërtet, më kanë një farë në mënyrë më kanë harxhu këtu, po trupi u koni Trupin e fres. ki, po. Tash që po jam shumë fit, e sa në vene për një që i mërë me më lu. shku sa du, apo don, po. se për shkak dhe rinia ma s'pi japin qatë shumë zërë që tash, apo don, po më rrinë shumë let, pi japet çdo sen shumë herët, apo don. Unë tash e di kur ja kom nis tepër me marrë venin startus, ku farë punë do të më bo. Edhe ato s'ka po se kanë rrejt një farë mënyrë shuplaka, jo shuplaka në atë mënyrën, po Po, di kanë shko- premëre, po, kanë kanë premëre në ushtrime, se aty të ki ushtru me burra, apo ta në një më konë, një 200 a konë 3 në ekip, për shembull profesional, që kanë lu me këta të majtit. Ta ashti, i ki 80%, gjitha njone do të me lu, jo, do shme po punën Edhe mas pa pari, buesh, po. a u tonë hizmetin. janë E talente. kënej, kur përshët që të po tham, jo, po me isha me lu ka gjë më gatone, unë e shotë unë lasë gëvet, lejtor kyç për shembull, lejtor që më thonë që është nashta të një mu ekipin më konë ku është, kur të menoj me 32 vjetë, nuk është që është edhe qaqë shumë se të është njerëz për lunë gatë, amo kur me najtë gati vetit, më është me lu ka gjata vite. Po, kur e qëto për me Kosovën e me Lapin, nuk është që se menoj. Ose Prishtina. Edhe mas e kanë fushën, Ose në Prishtinë se mas e kanë kanë fushën e fushën, mirë. mas e kanë fushën natural, ma mirë. Si që ta me vallaj me artificial, që ata dhe s'ma mërmenja më këty Norvegji, se klubi jam atje ka artificial. Atje. Viking dhe gjithë, kur kesh i lëndum najta pak Norvegji dhe thanë, hajda dhe luj me neve. Allah, i thash, me mujtë me shku dika këtë. Ama jo që s'du me luna atë ekip, se është super ekip, ju mbrit atje, po t'jesht mu më pak edhe më pengan, se kum pas 3 lëndimet shumë të maja me goj. Me goj edhe. Po nëse Norvegjia ka bo ligj mi hek, po gradualisht. E ka bo kërkesën mi hek se po ka lëndime shumë. Normal. Se nuk është ky E rëndësishme federizimi. është herë do kur Valoni kina me po në futboll të Kosovës. Kosovë, diçka Nja 6 muaj valla, nja 6 muaj. Jo, me nashta ku me dit, inshallah nashta edhe një që po thuaj përfundoj vitin e fundit, po edhe me mujt me bë diçka për shkak për rinin, me çil diçka me një mu gjeneratat e reja, nuk është që nuk e menoj. Se kam qef, e du venin tem, e di që ka talenta shumë që kanë nevojë për. Është edhe një akademi. Po, nuk është se menoj. Është dy vllazën, do Po, edhe vllau jam. Ju ka shku futboll. Edhe jo nashta edhe futbolli më ka një mu shumë sene kështu, po edhe me trenera që më ka ra me ndru shumë, kum po shumë sene, kum po çka funksionon, çka nuk funksionon. Edhe tash kur jam po si lejtor dush më ru shumë çka fol se ti në fundit je veç lejtor, nuk je trener, nuk do të trenera i pengon shumë, si do më ja kallzon që të më ashta më mirë është çdo trener se po funksionon më shumë për ekipën, dush më ru se ti me çato sene mundesh ka herë edhe me huvenin ton. Ama shpesh i shoh senet edhe di që nuk kam më funksionuar, tani ndo çaja që ku menu, tani thonë edin, i thonë ju më thonë herët, po s'keni dash me ngu, apo don. Po edhe te Kosova i kam 2 pyetje. Okej. Që tu lojt me Islandën, do të thonë tash na do të më bë krahasimin me Islandën lojët e para atëherë, në grup që janë vonë, çish kena up, edhe sot çish kena luajtur kundër Islandës,
çfarë dominimi ja kena bën 2 ndeshje dhe kalum Ligën B. A është kjo rritja reale që ka ndodhur domethënë për këto vjet? Që kjo është që duan me thonë është grupi. Po. Kur dan grupi me bë për njëri tjetrin, kur e bën që hey, që ky sistemi është për lypet për treneri ka bë që okay, mos me hi kur kosh në mjet, po funksionon i san. Po jap zemrën për njëri tjetrin, që gjithë ato e kam thonë. Shumicën e kohës nashta edhe na si e ke po shqiptar si individivista mrrin shumë. Çfarë do sporti? Si të bën bashk, jo në më mirë, nuk shkon ashtu, u thon. Unë çat sen për shkakun kurse kam qenë të kombëtare, gjithë kam thon, veç luj për grupin. Për kërkën tjetër, u thon. Çato gjithmonë kam jap maksimumin, ashtu në klub ti ke lu për me kallzu veten se ke dosh më shkon super ekipe sa në vene. Po ato sa në vin kur ti lum për grupin, se unë i tham edhe lejtorëve aty në Lask. Me luna si ekip, potencialin që kem, se vërtet e kena ekipin e mirë, për shkakun ti kur je në top 3, shumë sy kitë ti. Normal. I çështë edhe me Kosovën, luajna mirë rezultate, krejt vin. A din sa menaxheri, agjenta, skauta vin këtu na këshyrit. So thonë, "Wow, a din po ndodhesh ka." Kur ti po ki performanca të mira këta. Unë kur s'knaqsa kur japin një gol kena kur. E ha vetë. E ka lejtor që kanë atë kënaqësi. Jo më në kombat temën apo të nga tjetër. Nuk funksionon ashtu. E që kjo është të na hi shumë që okay, ja din bashk, po kur po hub dikush këtu po vjen tjetri poshtë aty për ty, i na kombinu mirë. Që ata po tham, e kjo edhe ka kallzuar dy lojë me Islandën, se Islanda nuk është të dëm. Ja, më shumë. Ata kanë mri më kon në Evropian 2 herë. Edhe vjen me 300.000 banor. Fiks, ata do të më thon 300-400.000 banor. Merr me men. Apo thon, do të thon nuk është diçka po peshohem në ngritje të na, po ma mirë mos të gutëm, po është të shku në drejtimin e drejtë. Edhe na pendim. A është foda në Chelsea? Tash në gjykimin ton është më i miri që u kon. Pej Bunjaku deri sot, një trener që e ka polojin e parë ndoshta ku mujna me gabu dhe veç u shku të përmisu. Edhe unë besoj që pe analizojnë mirë, edhe lojën tonë, si qysh puna konvenon si ekip, qysh jem si tipa, se po shkojnë ka gjëra ashtë, po shkojnë ka gjëra për para, pe lujna topin, edhe nashta edhe që për shembull Shalandes ka pas sukses. Po atëherë s'ki pas individa me karakter të naltë që i kanë lune për klubet moja. Aty ke thonë, luja aty s'ka pas. Tash lujnë ketën për super ekipe, kanë një mendim. Është më shtirë për trenerin se ki tani me lu edhe me karaktera, u thon. Mi konvenu atina. E që kjo është shumë më shtirë. E që ta ja japi dorën në fund se e ka realizu fol me nashta lejtor dur për grupin që për më funksionu edhe grupi, u thon. Çto sani janë që e dallon ashta një trener të mirë, pej shumë të mirë. Shumë të mirë. E që kjo është e vështirë, çto ja japi dorën, edhe kanë bë, edhe don me bë për grupin, po nashta edhe na ka vyni që kjo është shumë i disiplinuar. E ka një rregulluar që don më kon shumë jashtë. Edhe normal tash edhe po investohet në çato rregullore, se edhe na lejtori na thon s'ka mo, hajde këtu rre ditë edhe adin, tu nga tjeta, jo, këtu ti po vjen, jo me shiju, na e në Kosovë zarë ti je këtu të ardhur me jap shpirtin për kombëtarën. A u thon se ka njerëz që kanë qef me zemër më me lumë kombëtarën, unë gjithë kom thon, unë sot jam e nip si privilegj. A u thon se kjo është diçka që unë adin sa lejtori ka qef më kanë kom të mia, unë e di atë, nuk du me keq përdor. A u thon? Më jo marr këtu se sidomos me kombëtara këtë tjetër semre. Unë edhe çata po ta më Norvegjinë unë kom di këtu se sa norvegjezi ka thonë pse marrë ky u po është krenari. Lën atëherë këtë për fund po duhem të pyet Valen, në shtator kemi startojmë kualifikimet për Kupën e Botës, një grup shumë i vështirë. Po. Ama edhe shumë i hapur. I balancum, po. Mujna me met pa pikë, mujna me fitu shumë pikë. Po ç'është është? Fiks, edhe unë shoh. Lumi me Zvicrën, Suedin, Slovenin. Shishe gjosat e Kosovës, sepse pak ka shumë e pam. Po e falem ç'është edhe ti edhe unë e kam që ndjen. Nashta edhe pse pesha që jena zhvillu si grup, shumë. Me këqyr tash mrena një viti shumë sene ka ndryshu, rezultate, atmosfera, mbështetja, grupi, treneri ka pas tash më shumë kohë, ka qit pak a shumë në informacion, po funksionon, ndrimet që bën po funksionojnë, janë da sene që ki arrit me pa okay, e kemi një grup që ta shumë të fortë. Na veç unë kom thon, veç do të me thonë më lutë që jena krejt mirë me shëndet, mas pari, e kena ritmin e për klubet tona ku vazhdimisht lujna.
mu konë sa ma mirë ku mrina këtu. Tani, kam shumë besim të na që mundu me bo diçka. Shumë. Po të ka dhe drejtë se çdo ekip është qysh thash, ata mujnë më na mujt, po edhe na mujnë mi mujt. Nuk është që ti je diqysh nërta anajsen. Je si një nivel. Nashta do ekipe thu kanë nashta lejtor shumë ma wow, por nuk është edhe jo, se edhe na kena individualistat fort. Po unë gjithë thonë kur funksionon grupi çdo ekip e mund. S'ka tani do të thonë individualisti. Individualistat do thonë një lojë. Që ka thonë edhe Michael Jordan. A kupton? Thonë there's no I in team, po I e fiton një lojë, po kampionatin s'e fiton. Është. Që kjo është? Zvicra s'na mund, s'po mujnë më na mujt ata 3 lojë i bara gjithë. Na është këseri. Na është nai mujna në fond ja vëllon jo çfarë. Inshallah. Kam shumë besim të. Ata kanë çfarë shpendrojnë gjeneratën edhe kanë pak probleme. Besoj që s'po morën rezultate të mira. Unë inshallah. S'di e kam një ndjen shumë të mirë, po të ka dhënë drejtë. Kam thonë edhe njerëz që rrinë me mua, edhe po inshallah do zoti. Urojmë. Atëherë, Valon, faleminderit shumë që na nderua me ardhmën tënde. Folëm për karrierën tënde. Ki karrierë jashtëzakonisht madhe, na duhet me nejt 24 orë për me fol krejt, po u mundu me përmbledh pak a shumë. Faleminderit edhe për ju për ftesën. Kënaqësi, veç të urojmë suksese, rikthejmë sa më shpejt. Faleminderit. Prej lëndimit edhe suksese me kombëtarën. Amen. Atëherë lavd, para se me mbyll, mos të harrojmë ti falenderojnë edhe sponsorët tanë që janë KGM Kosova dhe Golden Eagle. Miropafshim në podcastet e radhës. Mirupafshim në podcastin e radhës. Ciao.